Mirëmbrëma dhe përshëndetje miq. Ritakojmë sërish bashkë, takimi jon vjen sërish dhe patjetër që një puntat në javë do të kemi mundësinë t'ia dedikojmë pikërisht Big Brother VIP, edicionit të këtij viti, i cili patjetër që ka ngjallur mjaft polemika, shumë debate kanë ndodhur aty, patjetër edhe këto atmosferat pozitive, por ne do të kemi mundësinë që sërish vazhdojmë linjën tonë komunikimit me një të ftuar apo jo? Kush do të jetë ftuari? Po, që ne kemi menduar që ta risjellim sërish në sytë tuaj, është Xhej Ruzdia. Faleminderit sërish që erdhe në vrapin e podcastit tonë. Mirë se u gjeta përsëri. Edhe u gjendëm shumë mirë. Mirë se na erdhe. Faleminderit, dhe u gjendëm shumë mirë me ty, edhe komentet na pëlqyen, reagime pati shumë në Instagram. Edhe këto shpërndarjet që videot e tua kishin kaluar në algoritmin e Instagramit. Na tregoi që ishe rezultativ. Kishin ecur. Mirë ishin, nuk ishin keq. Super, po. Dhe duhet thënë që ne jemi për herë të fundit për këtë vit dhe pastaj vitin 2026 po ta riflasim sërish. Po tani jemi përgati, jemi përveshur, t'i themi të gjitha ato patrona, të padëgjuara. E ke ndjekur besoj Xhej, e ke ndjekur? Ke qenë rregullisht? Më shumë kam ndjekur pjesën e Prime-it, them drejtën, se pas dhe punët e mia lart e poshtë s'kam pas kohë që ta shoh, por që Prime-i besoj se mjafton edhe krijojmë ato idetë tona se çka ka ndodhur edhe pse ka ndodhur, do të thënë situata të tilla siç dolën. Por jo sa ti në Instagram aty tek faqja Big Brother të dalin pothuajse çdo 10 minuta her pas here. Normale edhe çfarë del aty do të thonë ide, po se ti mund të rish takuar para televizionit për çfarë Big Brother. Të rri domethënë aty të shoh domethënë ndërkohë, se kemi punë tjera. Si të duk ky Prime i fundit që lam pas, si ishte? Si të dukën konkurrentët, ishin më pak gjallëruar në krahasim me javën që lam para. Ata do thosh, ata kanë filluar domethënë të fillojnë të krijojnë debate, kanë filluar të gjallërohen kur i thonë asaj, por që ishte mirë, por nuk e marr vesh, akoma vazhdojnë me një situatë që nga Prime i kaluar. Me situatën e Mirit dhe Selinës. Vazhdoi u komunikua goxha. Sigur domethënë po mundohen krijojnë ndonjë çift ose kush e di unë shoh në është një lojë është normale. Po kujt është? Të dyve. Ata kanë kuptuar shumë mirë, nga që e panë që në Prime-in e parë që morën goxha zap në për atë lloj gjëje domethënë që ndodhi në momentin që ata fjetën bashkë dhe diskutonin bashkë dhe afroheshin domethënë pak më shumë. Po nuk mendon ti se pa dashje duke fjetur bashkë, duke ndar dhomën, duke ndar krevatin, duke ndar hallet, se atë në ato shtëpi vetëm ato rob do shikosh, mos ndodh në një gjë më shumë se kaq? Jo, nuk e besoj sepse kam parë që për shembull Selin e kam parë që ban pak distancë në krevat, domethënë me Mirin, domethënë ban pak distancë dhe nuk është se rrin ngjitur me njëri tjetrin. Është tjetër gjë që po ndajnë një krevat edhe tjetër gjë të afrohesh kur je në atë. Po pam ato kapjet e flokëve, domethënë atë ishin proces montazhi apo thjesht për këdheljet si për këdhelje normale, kupton? Ato janë thjesht për këdhelje normale që edhe në shoqëri ndodhin, kupton, nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe. Por që ata një lumë që kanë kuptuar njëri tjetrin që janë duke bërë një lojë, edhe siç e tha edhe në Prime, domethënë Selin vet që unë për momentin nuk do iki nga krevati. Do iki më vonë kur dua unë, kupton? Nuk do largohem nga krevati. Çdo gjë që diskutohet në Prime patjetër që merr vëmendje dhe këta e marrin si një lloj shenja që këtu ka mundësi për të diskutuar. Mendon ti se kjo lojë, domethënë fakti që qëndrojnë të ndajnë një krevat do t'i mbaj ato gjatë në dorë normale, qoftë se ose kjo është loja mendon ti? Po tani atë lojë kanë zgjedhur, ç'do t'i bëjmë? Aty u kapën që në fillim, aty do vazhdojnë derisa kjo pjesë e lojës domethënë të fillojë të zbehet. Do kupton, edhe mos t'i japim më rëndësi ndonjë banor tjetër, mos t'i japim më rëndësi aty, ti duket diçka normale. Aty pastaj do fillojnë edhe do shikojnë. Po herën e fundit doli pa kënaqur, po tani vazhdoi jam pa kënaqur. Pa kënaqur jam, nuk e di pse më duket shumë arrogant, shumë siç e thotë dhe Liri skuth. Siç e thotë dhe Liri skuth. Nuk e di, po bën lojën e vet normale, nuk e diskutoj atë gjë, siç e thash deri në kaluar, ai është duke bërë lojën e vet. Por që me lojën që është duke bërë mua ashtu më duket, nuk di gjë. Po më duket shumë sikur do ta marrë atë vëmendjen me zor. Me pakir. Po pra do ta marrë se s'ban atë vëmendjen. Nuk e di nuk. E merr ai vëmendjen që kërkon? Ai po e merr, ai po e merr sepse normale që në momentin që njerëzit aty e urrejnë,
Momentin që i bën një veprim direkt do t'i kthen. Si që edhe janë kthyer. Edhe normale që e merr vëmendjen. Po ti e shikon për shembull rolin e Kristit aty se mund të krijojë një romancë të bukur brenda. Jo, fare as pak zero, nuk e shoh fare këtë lloj gjë nga ana e Kristit. Nuk besoj. Me banorët që janë për momentin nuk e besoj fare. Nuk e besoj. Unë pres vetëm nga mali që të afrohet me atë gocën tjetër, çfarë kishte ajo gocë. Jo Brikenën, ishte një me flok shkurtra. Nuk e mbaj mend. Loreja, po, ajo që këndon. Ajo që këndon, ka bërë të këngën. Amanet. Ka bërë atë Amanet. Çdo vend që do hapim Instagramin atë në Amanet. Po çfarë mendon për sa i përket Malit, që nuk e takoi Tiatin? E refuzoi, le të themi që një pjesë e konsideroheshme publikut ishte pro, një pjesë kundër, pse nuk e takoi, është baba. Okej, jam dakord, është baba. Ai ka një që e percepton ashtu. Jam shumë dakord, dhe me sa tha dhe Jati vetë që ka domethënë 7 vite dhe 3 muaj pa e parë fare dhe pa pasur asnjë lloj kontakti as zëri, si ka dëgjuar. Ko e konsiderueshme, duket shumë 7 vjet pa parë të Jatin në shkollë. Është ideja se po do shikojmë nga ana domethënë e jashtme, shumë veta nuk e pranojnë këtë lloj gjë sepse thonë ka baba, okay, domethënë duhet ta kishte ndarë publiku. Por në qoftë se ti e vë veten domethënë në këpucët e ti, ai vetë di pastaj se çfarë relata shka dhe çfarë problemesh mund të ketë hequr ai gjatë kësaj kohe dhe gjatë momentit që ai është rritur, domethënë, pa babain. Shumë i fortë, domethënë vendimi se të refuzon të jepet mundësia edhe të lumt, e kupton sepse ai fund ditës është edhe kjo pjesa. Pse Jati i tij themi atë që është, pse Jati i tij priti që ai të futet Big Brother dhe të shkojë ta kërkojë për takim, sepse gjatë pushimit domethënë gjatë publicitetit, se kush gocë pyeti Malin edhe i tha që ka kërkuar kur ke qenë jashtë që të keni pas një kontakt domethënë bashkë, jo i thaj. Kupton, nuk ka tentuar asnjëherë që të ketë domethënë një takim midis ti edhe Malit, e kupton? Edhe prandaj them që momentin që ai nuk ka kërkuar kur ka qenë jashtë, pse duhet ta kërkojë në Big, apo thjesht duhet marrësh vëmendje edhe miliona shqiptarë. Po pra, dhe duhet ta shikojë një botetar, e kupton? Dhe Mali bëri zgjedhjen e dur që çfarë problemesh kemi ne si familje, nuk do t'i diskutojmë këtu sepse këtu na shikojnë domethënë miliona shqiptar. Më mirë po pres domethënë kur të dalë, hajde të diskutojmë për jashtë, me që ti e morë guximin gjatë Big Brotherit, unë do ta marr guximin pasi të dalim nga Big Brotheri. Kupton? I diskutojnë pa kamera në një ambient, domethënë e din vetë që mos ketë dhe njerëz, se tani normale kudo që shkosh edhe në kafe të shkoj tani ta diskutoj prapë ke njerëz rreth rrotull që e njohin, kështu që. Ndërsa deklarata e të jemës të Malit domethënë jema perceptohet se ka ndaluar, ajo është ndërkrenare patjetër, por thuhet domethënë edhe deklaratë që ka dhënë më pas Jati që ka qenë i implementuar nga sjelljet e të jemës. Pra jema nuk e ka lënë që të ketë këto takime. Por sërish mendoj që ai është mjaft madhor për të marrë këto vendime vetëm. Është mjaft i rritur që ti marrë këto gjëra të tilla domethënë përsipër, bisupe. Gjithë domethënë vjen një moment që jo prindit na thot, po kush do të na thot neve domethënë mos e bëj këtë lloj gjëje në fund ditës e dim vetë sepse kemi arrit një moshë që çdo gjë marrim vendimin tonë. Do vazhdojmë atë jetesën tonë, do kemi ato mendimet tona. Kupton? Prandaj nuk mund të ndaloj dikush, domethënë që është mos e tako domethënë babain tënd. Edhe vetëm përgjigje që mund të japësh nëse ti do duash të takosh i thua, ora është babai në funditës. Keni pas me njëri tjetrin, nuk keni shkuar, jeni ndarë, kupton? Puna juaj, kupton, unë kam baba, do vazhdoj dhe do ta takoj, kupton, kur ka marrë për parë që kemi diskutuar, siç thash edhe nuk po më duket çdo gjë kush e di. Por që tani sjelljet ka filluar edhe sjelljet po tregojnë gjëra të tjera. Kupton, duket mjaft i pjekur, duket me kam tokë edhe vendimet që janë të qarta dhe nuk ja kthen dot njërin mbrapa. Nuk e kthen dot njërin mbrapa. Do të bëj atë të tjerë nëse është e gabuar, kupton, do ta reflektojmë. Në fakt ai përmendi edhe një fjalë tjetër, përmendi një frazë që thashë që unë tani jam shumë mirë, ne familjarisht jemi shumë mirë, kemi ndërtuar rrugën tonë të suksesit. Domethënë, ka dashur t'rregojë ai që kur kanë pasur këta nevojë ai nuk ju është gjendur aty. Këta ka dashur. Ndoshta ka kaluar peripeci, po, mendon kështu. 100% sigurt që ai mund të ketë kaluar domethënë vështirësi në jetë. Që i duhesh domethënë prania që të ishte domethënë aty për pjesë mbështetje në të gjitha aspektet mbështetje, si shpirtërore, si financiare, çfarë do lloj gjë. Dhe se ka pasur ndoshta. Dhe nuk e ka pasur në moment se ndjen të nevojshme. Po pra tani nuk e ka më të nevojshme se tani është ngritur. Domethënë tani u ngrit vetë, ka dalë mban vetë për çfarë do lloj gjëje. Dhe prandaj e ka thënë këtë që Jati vet ta kuptoi që shikon ne jemi mirë. Nuk kemi më nevojë. Edhe nëse ti ke ndërmend tani të kthehesh për shembull ose të kesh kontakte me ne, që ti jemi domethënë për ditë le ta themi, domethënë në kontakt,
nuk kemi nevojë. Sepse për kaq kohë që ne kishim nevojë, këto vite që kanë kaluar, që ne kishim nevojë, ti nuk e qenë prezent. Nuk isha aty. E kupton tani pse duhet vish tani ti që unë jam shumë mirë, jam lart, e kupton? Edhe bëri mirë që fund ditës çfarëdo lloj gjaje që mund të ketë me teatrin edhe çfarëdo lloj gjaje domethënë që mund ka kaluar fund ditës i tha shpresoj që të jetë mirë, i uroj gjithë të mirat, nuk i tha si lloj gjaje pak kulturën që e karakterizon Malin. Po, nuk i tha asgjë negative sepse shumë vetë aty që mund të thoshin edhe diçka negative për shembull. Gjithsesi ai la domethënë një shprehje që unë mund të takoj përsëri tha jashtë, por pa prezencën e kamerave, dua që mos ketë kamera. Nuk është se u bë radikal për jo. Si konkurrent të fortë për të prekur finalen? Për finalen nuk e besoj. Nuk e besoj. Jo, nuk e besoj. Vetëm e di kur mund të arrijë, shikoj, e di kur mund të arrijë Mali në finale ose çerek finale ose afër fundit paktën. Të paktën të rri domethënë një periudhë konsiderueshme brenda Big Brother. E shoh në momentin që ai qoftë se krijon diçka me Loren. Sepse ai është faqi, ai e tha që kam pëlqim. Mendon se romancat i do publiku shqiptar edhe kundërtojnë çifte, atëherë votohet më shumë dhe ecën më shumë. Përveç se pjesës të publikut, po i do edhe vetë, domethënë Big Brotheri, sepse duan të shohin që ky lloj çifti që u krijuar këtu brenda, sa do eci dhe çfarë debatesh do kenë këta, si do jenë këta me njëri tjetrin gjatë momentit që janë Big Brother. Domethënë sepse aty siç kemi thënë të sjell domethënë situata ndryshme. Zanka ndryshme që jashtë tim për shkakun mund thjesht të vish shtëpi dhe telenovela në fakt se shqiptarët i vdesin për telenovela, këto janë aty. Nuk e di them drejtën, nuk e di varet, mund të jetë edhe lojë. Apo është pak herët për pasur një pëlqim. Është pak herët, domethënë ai pëlqimin mund ta ketë, domethënë si e pëlqen si gocë si pamje, domethënë edhe si karakter, domethënë që mund ta tërheqin, nëse ata kanë diskutuar, se nuk i kanë parë kanë diskutuar apo jo ndonjëherë bashkë me njëri tjetrin. Por që është pak herët, domethënë që ta shohin që mund të ketë diçka. Unë dëgjova domethënë edhe me Loren, sigurisht e shprehur në ca goca domethënë aty, në ca video, në ca klipe që kishin dalë, që sikur domethënë e pëlqente, kishte edhe ajo një farë pëlqimi mbrapsht, e kupton, po tani varet se si një afeksion. Po pra, varet se si. Po Loren si shikon në lojë, është më duket shumë e qetë, përveç se shumë e qetë është për momentin. Po pra, vetëm atë këngën e ka bërë kështu. I ka dhënë akoma më shumë gaz asaj këngës. Vetëm kënga është bërë më e famshme se Lore vetë që e këndon. Kënga është më e famshme se vetë Lore. Le të themi që ishte pikërisht ai material muzikor që e çoi edhe drejt Bigut, patjetër, por që aty e futur për treguar siç u tha dhe Ledioni që ka mbaruar tha festivali këngës, ku jemi tani për treguar karakterin. Lare këngën kur të dalësh shkonë për koncerte këndon bëj çfarë duash. Është pak hermetike Lorea për shembull, sepse dhe gjatë pyetjeve që Ledioni drejtonte, ajo vazhdonte të mate jemi artistë dhe duhet të qëndrojmë brenda kornizave të artistit. Ndërsa Bigu nuk është një format që të lejon të qëndrosh brenda formatit të tillë. Jo, është një reality show dhe duhet të tregojmë veten aty. Duhet të tregosh veten tënde si je ti për dishmëri. Si je ti në pjesën e shoqërisë kur del me shoqërinë tënde, si je kur rrin shtëpi vetë. Është rezervuar sepse si duket e ka pjesën e asaj që kameraku mos del keq para kamerës. Është artiste re, po. Bravo, dhe nuk do që të marrë domethënë gjëra negative, komente negative. Mendoj që privon edhe nuk i jep dot një rrugtim shans rrugtimit më të gjatë në Big Brother. Mendon se për shembull do të censuroj kjo gjë, nuk do e ndihmoj në rrugtimin e saj në Big? Nuk besoj që ta ndihmojnë. Nëse vazhdon në këtë lloj forme nuk besoj që ta ndihmojnë. Vetëm thash, nëse ajo ka ndërmend që të rezervohet edhe thjesht të mundohet të dalë sa më mirë para kamerave, vetëm ajo që mund ta ndihmojë është krijimi i çiftit. Direkt. Vetëm kjo. Asgjë tjetër nuk e ndihmon për arsye se shumë shpejt do dali pastaj. Do ta nxjerrin sepse nuk po jep asnjë lloj gjaje, kupton, vetëm po mundohet të dali mirë. Po aty nuk je për të dalë mirë, kupton ti, aty je për të treguar veten në përditshmëri, me të mirat dhe me të këqijat. Dhe nëse njerëzit do të duan, perfekt askush. Nëse njerëzit do të duan dhe me të mirat dhe me të këqijat e tua, kupton, prandaj ata që do kesh fansa, do i kesh fansa. Mendon se krijimi i çiftit i ndihmon për të ecur akoma edhe më përpara, por për shembull nëse një pjesëtar nga çifti do të cedoj për shembull, mendon se rrezikon tjetri? Edhe mund të rrezikoj varet. Sa është pak thik me dy presa si shikon në optikën tënde për shembull. Ajo është tamam thik me dy presa, për arsye sepse nëse momentin që ti fillon krijon çift aty brenda, duhet të jetë të paktën duhet të jetë diçka reale. Të flasim për gjëra reale, për arsye se nëse ti e bën thjesht për lojë, njerëzit e kuptojnë.
Dhe kuptojnë sepse është bërë çdo vit bën çifte dhe normale që tani një sekond. Pse po bën çdo vit çifte aty brenda. Publiku shqiptar e kupton, nuk Po, është se nuk janë njerëzit budallë në fundit. Po, nuk janë budallë. Gjithë e kuptojnë. Ta bësh çift veten, domethënë vetëm për një lojë. nuk manipulohet kollaj. E bëjnë sepse duan të rinë sa më shumë. Edhe bëj diçka tjetër. Okej, po nga që e shohin që duke u futur me kokë lojës, edhe duke shfaqur karakterin e vet dhe se si sillet tjetrin për ditshmërinë e vet, nuk ka për të ecur shumë. Nuk ecën shumë. Aty ecën njerëzit që bëjnë çifte dhe ai që është lojtar i mirë. Një moment që siç ka qenë Luizi më përpara, ai ka qenë lojtar i mirë. Mendon se dikush nga banorët po mundohet të kopjojë Luizin? Normal. Kush? Kristi direkt. Që në momentin që vajti bëri atë që komentuan dhe herën e kaluar, që u ngri domethënë përpara gjithëve. Pa atë ka bërë Luizi. Gjithë atë ka bërë Luizi. Jemi të drejtë për drejtë. Po pse duhet ta kopjosh funditës? E kupton se e vërtetë. Nuk më pëlqen kjo lloj gjëje. Shumë vetave nuk e pëlqen se e kanë parë edhe nëpër komente, domethënë që kanë komentuar. Kopja është gjithmonë e shëmtuar, nuk të nxjerr mirë kurrë. Domethënë më mirë trego vërtetë. Çfarë bën ti? Fiks. Kush e di aty domethënë ndonjë nga ata reagime jo të kush e di edhe mbase nuk e kam dëgjuar shumë por që pas kanë për komente si shikon Ilirin në doli nga vetja Iliri. Doli nga vetja Iliri. Shiva Iliri me Eugenin. Po çfarë të një? Pak shakajt e pruar në fakt dhe nga ai, por po fliste me Angelon edhe i thërriste Ilir edhe ndërkohë që shikonte Angelon gjasme kush po e thërrete, kupton, edhe Iliri e pa që u kthye disa herë thoshte kush po më thërrete, kupton, edhe si duket i ka thënë dikush që po thërret Eugeni. Edhe varet se i e thanë në prime Iliri. Në Korç kjo lloj gjëje tha përdoret për tallje. Domethënë se tani varet se si përdoret për të ironizuar. Thërrej dikë tjetër dhe shikon dikë tjetër. Po pra, unë shikoj ty thëras dikë tjetër në emër dhe nuk i kthehem atij që ta shoh sy që unë po e thëras, e kupton? Po në Korç kjo perceptohet si ironizim, për shembull disa nga le të themi brezit të parëve e perceptojnë si një formë ironizimi. Po pra, prandaj po dhe disbalanca e moshës, që të themi që Iliri ka një moshë tjetër, Eugeni ka një moshë tjetër. Për pjesën e moshës, siç e thanë edhe aty në Big Brother, tani duhet të luajë një rol apo jo? Po pra, je vërtet më i madh. O kupton, ke një mentalitet tjetër, po të paktën jem Big Brother, aty janë që gjithë njësoj, kupton, janë që gjithë njësoj, nuk ndikon pjesë e moshës. Thjesht është ideja që ai, domethënë në kohën e vet, si duket, kur ka qenë Iliri vet, domethënë kjo lloj gjëje përdoresh për tallje. Domethënë ndërsa sot mund të përdoret pa si lloj gjëje të keqe një formë shakaje ose domethënë midis shoqërisë. Edhe Eugeni ka moshë tjetër, Iliri ka moshë tjetër. Iliri e percepton në ato lloj forme, Eugeni e percepton në një formë shakaje, kupton? Po Eugeni në këtë rast, se është shumë i fjetur. Çfarë bëj? Më shumë ka parë. Më shumë ka parë. Vetëm humor po shikoj unë. Aktor është. Okej, po do të shoh ai po flet gjumë? Ai u bë aktiv domethënë vetëm për këtë pjesë, vetëm për pjesën me Ilirin. I kërkoi dhe ndjes, pastaj shkoi te krevati. Normale, vajti i kërkoi ndjes sepse e pa që Iliri domethënë ishte e mori shumë keq. Edhe normale që duhet shkonin të kërkonin ndjes. Edhe Iliri duhet. Po ofendimin si këtë do të pyesja. Si shikon nga ana e Ilirit që i tha je një fshatari, tha, një ofendim edhe ky. Plus edhe tha edhe fjalët e tjera që ja tha që ishin përballë në momentin që u afroi për bërtiste. Por që duhet të kërkonin të paktën një ndjes edhe Iliri. Mendimi im sepse ai të paktën vajti kërkoi ndjes Eugeni, Iliri e pranoi, në momentin që ti e pranon të paktën kërkoi dy falje. Mendon se kjo ngritja e zërit ose këto ofendimet, kjo pjesa që se përballon mirë emocionalisht do e penalizojë Ilirin, sepse mund të shkojë deri aty sa të shkojë tek dhuna dhe dhuna e dim që është kundra patentës së bigut. Po, normale, po që nuk besoj të shkojë Iliri në dhunë. Nuk besoj që të shkojë, po që është do ta penalizoj sepse nuk do duroj dot. Po kështu në finale do shkojë Iliri gjikundi? Në qoftë se vazhdon kështu, vështirë. Nëse vazhdon kështu që del shpejt nga vetja është vështirë, sepse po del shumë nga vetja. Domethënë po del shumë nga vetja dhe është e vështirë kjo lloj gjëje. Po ta shikonim për shembull zëm rastin e Kristit. Kristi për shembull, bravo i qof një moment që nuk doli nga vetja, sepse Seno në momentin që doli në nominim, filloi po sumonte Kristin. Pse? Ishte mendimi im gjithmonë që arsyeja ishte që ta bante Kristin të dilte nga vetja, ta prekte me dorë ose ta ofendonte ose të thoshte diçka që dilte pastaj me zarf zi dhe se mos shpëtonte dhe nxirte një konkurrent goxha të fortë. Domethënë sepse po të shikonin domethënë klipet, i vinte Seno domethënë i afrohesh edhe një moment ana shpishinës si nuk po e lejonte të dilte
domethënë në pjesën e oborit, po vetëm aty ana shpishtinës tërkohën, sigurisht e gati për të rënë, domethënë aty edhe. Po ti me intuitën tënde kë mendon që mund të jetë? Kush mendon ti se mund të shkojë deri në finale? Dani është herët për të folur. Është herët për të folur, po që konkurrent fort për shembull. Kristi është konkurrent i fortë. Sado që nuk më pëlqen, mënyra domethënë se si është domethënë tip arrogant i gjëra tilla, mendimi im. Mendoj se mund të shkojë edhe në finale. Për këta që janë për momentin, se më vonë pastaj hyn tjerë. Po Miri e mendon finale? Miri, në qoftë se i zbehet kjo, Stine nuk po ndihet. Stine nuk po ndihet fare. Po çfarë ndodhi Stine? Stine thjesht ishte një moment që u kap prap me Mirin, vetëm për pjesën e kësaj që jo po je i martuar jashtë ende Bdolliqet e veta që diskutonin që ende me pjesën e Selinës që janë në krevat, e kupton edhe diskutime të tilla, aty ka ngec akoma. Mendon se po flë gjumë, çfarë Ja, Stine nuk po ndihet fare. Stine shumë shpejt mund të dalin qoftë se ai nuk vazhdon me këtë ritëm. Qoftë se ai nuk reagon dhe vazhdon me këtë lloj ritmi, ai do dalë. Unë jam i sigurt që do dalë. Do ta mbash kot për emrin aty brenda për emrin që ka, pse ta mbash kur ai nuk po jep as lloj fruti. Po për të reja të fundit fare që hyn ishte ajo vajza modele, blogere, Armela, po, Armela, ajo Zeshkani. Ajo që ishte ka qenë te Big Brother 9. Ka qenë te Big Brother 9, që sa ashtu prezantua. Unë nuk e kam parë them, se njoh fare se kush është. Nuk e njoh fare se kush është, por që fillimin e nisi pak kështu me Po vrut për deklaratën e Elton Tozaj që diskutoi mbi Mirin dhe Loren, ke ndonjë mendim ose ti duket është e vërtetë? A ti e vërtet nuk mund ta vërtetosh? Nuk e di është e vërtetë apo jo. E kam fjalën. Si komenton ti, çfarë mendimi ke, çfarë mendimi ndan? Sa duken ata? Ajo është janë me njëri tjetrin. Unë si kam parë fare me thënë drejtën që t'jen të afërt me njëri tjetrin, plus edhe nëse e kanë bërë është punë e tyre, s'ka pse komentojnë lart e poshtë. Okej, janë futur në Big Brother edhe do komentojnë për shumë gjëra, por që fund ditës ti nuk e di se si mund, domethënë, të reagoj tjetri. Mund të reagoj nuse vet të Mirit për shembull, domethënë për këtë lloj gjëje, mbase nuse e ti mbase nuk e di këtë lloj gjëje, edhe nuk ka nga ta vërtetoj është e vërtet apo jo. Domethënë sepse me llafe, domethënë mund të merremi që të gjithë dhe mund të flasim që të gjithë. Por që prish shumë punë. Mendon se kjo deklarata e Eltonit ka vërtetësi? Nuk e di, nuk e komentoj dot. Si shkon Eltonin si personazh për shkak me deklaratat që ka bërë? Eltoni personalisht në momentin do të thotë goxha personazhi komentuar mentalisht në rrjet. Flasim jashtë ekranit, që unë domethënë kam pirë kafe, domethënë është shumë djalë i mirë. E njeh dhe personalisht. Po, e njoh personalisht, është shumë djalë i mirë, e respektoj, ka të mirat e veta, por këto komente domethënë mua nuk më pëlqejnë. Këto komente domethënë para kamerave gjëra të tilla. Ai ka mënyrën e vet për të dalë para kamerave dhe të komentojë shumë gjëra, por që nuk më pëlqejnë. Unë personalisht domethënë nuk më pëlqejnë. Momentin që mua nuk më kanë bërë gjë. Ke folur me Eltonin, ndihesh si është gjendja e tij? Nuk kam folur sepse ai e para punës nuk hap as telefonin. Keni tentuar për ta telefonuar miqt? Unë tentova një ditë para që nuk para se dilte lajmi domethënë çfarë ndodhi, tentova një ditë para ishte telefoni fikur. Të nesme pastaj mora vesh edhe fola me person tjetër, shoqet përbashkët. Kontaktova ata, më tha po e marr në telefon por që nuk më hap, as mesazhe nuk më kthen. I uroj shërim të shkuar, patjetër. I uroj shërim shpejt, të bëhet sa më shpejt mirë. Të bëhet mirë. E kemi pasur edhe këtu të ftuar edhe urojmë patjetër vetëm të mira, edhe sa më pak kështu negativitet. Pozitivitet, me energji të re, të pastër dhe pa akumulimin negativ. Pa këto grimcat, kështu që na bëjnë vetëm dëm. Në një rezume të fundit, ajo është na vum fokusin ishte që Loret është në tentativë bashkë me Mani për një romancë të rreth. Po, kshu i kam parë. E krijuar. Përveç çifti ka ndonjë aty vërdall që për momentin jo. Për momentin jo. Nuk kam parë ndonjë ke dëgjuar diçka jashtë, brenda, çfarë do bëhet? Duan të krijojnë çift Brikenën. Se me ka në të ardhmen këtë nuk e di. Stenaldo duhet të them vetëm dy fjalë, hallalli qoftë që u fut domethënë dhe mori atë lloj gjëje përsipër me gjithë mangësitë që ka, me ato domethënë fatkeqësitë që ka. E mori përsipër që të futet Big Brother sepse nuk është pak. Shumë veta të tjerë që mund të kenë
gjëra të ngjashme nuk e marrin përsipër fare. Si Dorëzohen Brikena njerëzit. mendon që është bërë pak si rrove mbas Ronaldo se janë Jo, motra, shiko, është pak e ajo kjo si Apo është një empatie, ndjen vërtet ta suportoj, ta ndihmoj. Mendoj se ndjen vërtet që ta suportoj. Mendoj që e ndjen vërtet që ta bëj atë lloj gjëje dhe siç ka treguar që vetë e ndihmon mundohet domethënë që ta ndihmoj për shkak të lloj gjëje. Ronaldo besoj se po, është shumë, është shumë domethënë bravo, ka botë të madhe dhe akoma nuk kemi parë ende asgjë domethënë. Po mendon se banorët nëse Brikena prek çerek finalen i bie që do jetë në një romancë patjetër, ëh? Nëse loj Nuk e di, nga ajo nuk po e di, shikon. edhe unë loj nuk po shoh fare. Do të mbyllim kështu dhe puntatën për ditën e sotme duke ju lënë Rita Kim si gjithmonë në puntatën e ardhshme, gjithmonë pa filtra dhe gjithmonë me kështu intervista të jetë dinamike. Mirupafshim miq.